Sofra e Elbasanit priti mbrëmjen e 13 marsit me qindra miq dhe të ftuar nga qytete të ndryshme të Shqipërisë. Në këtë sofër të bukur e cila mbahet çdo vit me rastin e ditës së verës, bashkohet arti, përfaqësues të bizneseve, organizata jo qeveritare, institucione qendrore dhe vendore si dhe përfaqësues të politikës. Vetëm 2 ditë më parë, Partia Socialiste bëri publike listat e deputetëve që do të përfaqësojnë qarkun e Elbasanit. Drejtuesit politik të Partisë Socialiste për Elbasanin vendosën të ndajnë sofrën me qytetarët e Elbasanit, me ftesë nga kryetari i Bashkisë së Elbasanit, zoti Gledian Llatja. Në sofrën e traditës u bashkuan Tauland Balla, Damian Gjiknuri dhe padyshim drejtuesi aktual Arbian Mazniku. Tauland Balla ka drejtuar Partinë Socialiste të Elbasanit në disa betejë politike, duke arritur fitore të rëndësishme kundër kundërshtarëve. Për herë të parë në karrierën e tij prej 20 vitesh, zoti Balla nuk do të jetë deputet i qarkut të Elbasanit pasi kryeministri i dha besimin të garojë në kryeqytet. Balla falenderoi qytetarët e Elbasanit për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Partisë Socialiste dhe shprehu bindjen se Elbasani do të vazhdojë të qëndrojë fort në çdo përballje politike. Ai shtoi se me Arbian Maznikun dhe Gledian Llatën, Elbasani do të ecë në drejtimin e duhur. Damian Gjiknuri tashmë ka marrë besimin e kryeministrit Edi Rama për t'u rikthyer në qytetin e Florës, por zemra mbetet në Elbasanin e tij. Gjiknuri drejtoi fushatën për zgjedhjet vendore të vitit 2023, ku së bashku me zotin Llatja arritën një rezultat të shkëlqyer dhe morën mandatin e dytë për drejtimin e Bashkisë së Elbasanit. Në sofrën e bukur të Elbasanit u përcollën urimet për një verë të mbar për të gjithë shqiptarët, sidomos për popullin e Elbasanit, i cili ka ditur ta ruajë me krenari traditën e kësaj dite.